Ju përshëndes dhe mirë se vini, ky është edicioni i lajmeve i orës 16:00. Njihemi tani me titujt kryesor të tij. Gjatë mbledhjes së Këshillit Mandateve për heqjen e imunitetit Ballukut, prokurorët e SPAK kërkuan arrestimin e saj sepse me anë të eksponentëve të krimit kërcënon dëshmitarët. Partia Socialiste kundërshton masat ndaj saj të mjaftueshme. Rjeti investigativ Birn, Rama po e kthen pezullimin e Ballukut në betejë personale kundër gjyqësorit. Shëmbet edhe rruga që do të përdorej si bypass pranë Librazhdit bllokohet tërësisht lëvizja automjeteve dhe këmbësorëve. Bllokimi i rrugëve rrezikohet tregtia 1.2 miliard euro me Greqinë dhe Maqedoninë e Veriut. $100 milion kredi nga Banka Botërore për urat të qëndrueshme, por urat po shëmben. I akuzuar për korrupsion vetë dorëzohet ish zëvendës kryeministri shqiptar i Maqedonisë së Veriut Artan Grubi. Vladimir Putin ka nisur luftën e tretë botërore, kështu ka deklaruar presidenti i Ukrainës Zelenski, që shton se ndalimi i tij është një fitore për botën. Për 5 orë me radhë, Këshilli i Mandateve ka trajtuar sot kërkesën e prokurorisë së posaçme për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Prokurorët e SPAK kanë kërkuar arrestimin e saj, duke deklaruar se me anë të eksponentëve të krimit ajo kërcënon dëshmitarët dhe se dënimi do t'i rritet ndjeshëm. Ndërkaq, socialistët kanë vendosur se masat ndaj saj janë të mjaftueshme. Lidhem tani me kolegun Ergjys Gjençaj për më tepër informacione. Ergjys, përshëndetje. Përshëndetje. Ka përfunduar dhe mbledhja e Këshillit për rregullorin e mandateve dhe imuniteteve, në të cilin është shqyrtuar dhe kërkesa që SPAK ka depozituar në Kuvendin e Shqipërisë më 16 dhjetorin e vitit të kaluar, në të cilin kërkohet autorizimi nga Kuvendi i Shqipërisë për arrestimin e Belinda Ballukut, deputetes së Partisë Socialiste, një mbledhje e cila është shoqëruar me diskutime, debate, me pyetje të shumta nga deputetë të majorancës por dhe opozitës drejtuar prokurorëve të SPAK. Mësohet se prokurorët e SPAK kanë thënë gjatë përgjigjeve të tyre për sa i përket pyetjeve që janë drejtuar atyre, se kanë përgjigjuar vartës të të zonjës Balluku, që kanë thënë se ajo po përdor eksponent të krimit për të kërcënuar njerëzit. Sipas prokurorëve të SPAK, dhe ata kanë kërkuar autorizimin nga Kuvendi për arrestimin pasi për shkak të pozitës që ajo ka dhe mund të kërcënoj varësit dhe përmes takimeve të ndryshme. Në lidhje me dënimin e zonjës Balluku, prokurorët e SPAK kanë pretenduar se dënimi i saj dhe situata e saj mund të rëndohet, sepse vepra penale është përsëritur në 9 episode. Një vepër penale e cila nëse në këto momente para hetimeve dhe thellimit të hetimeve të SPAK mund të shkojë deri në 10 vite, me këto vepra penale që kanë evidentuar ata dhe nëse do të provohen, atëherë dënimi për zonjën Balluku mund të shkojë edhe deri në 35 vite. Prokurorët e SPAK kanë theksuar se zonja Balluku gjatë këtyre javëve të fundit kanë intimiduar dëshmitar dhe zyrtar të tjerë dhe për të influencuar në dëshmitë e tyre. Sipas prokurorëve të SPAK, prokurorët e SPAK kanë konfirmuar se në datën 20 nëntor 2025 zonja Balluku ka intimiduar 2 dëshmitar duke i kërkuar atyre të ndryshojnë dëshmitë. Pra duket se prokuroria e posaçme ka thelluar hetimin e ka mbajtur në mbikëqyrje të fortë zonjën Balluku, por edhe varësit e saj sa i takon gjithë aktivitetit të zonjës Balluku në lidhje me çështjen hetimore të ngritur prej tyre. Ndërkohë që prokurorët e SPAK kanë theksuar se është pohuar dhe vetë nga avokatët e zonjës Balluku se procedimi ndaj klientëve të klientes së tyre, pra zonjës Balluku, nuk ka asnjë
pra pavi apo ndikim politik. Në mbledhjen e Këshillit të Rregullorës, Partia Demokratike e ka bërë të qartë dhe është bërë publike tashmë qëndrimi i opozitës se janë për t'i dhënë SPAK-ut autorizimin për arrestimin e zonjës Balluku. Ndërkohë që një qëndrim ndryshe ka pasur majoranca socialiste, mësohet se në mbledhjen e Këshillit në momentin kur ka nisur diskutimi politik mes palëve, Ulsi Manja, kreu i Komisionit Parlamentar të Ligjeve, ka deklaruar se masa e pezullimit, ajo e marrë deri tani dhe konfirmuar dhe nga gjykata kushtetuese, është e mjaftueshme për sa i përket hetimeve nga ana e SPAK. Pra jemi në këto dy momente kur opozita është e gatshme për të votuar pro kërkesës SPAK për arrestimin e zonjës Balluku, ndërkohë që majoranca qëndron më e tërhequr, duke theksuar se masa e pezullimit është e mjaftueshme për hetimin. Ka dalë hapur sot duke thënë se nuk do të ketë heqje imuniteti ose ata nuk do ta votojnë heqjen e imunitetit për zonjën Balluku. Ky është qëndrimi definitiv i majorancës ditën e sotme në Këshillin e Mandateve dhe Imuniteteve? Nëse do lexojmë me kujdes pikërisht këtë tokë fjalësh, të shprehje të artikuluara nga Ulsi Manja në mbledhjen e komisionit, në mbledhjen e Këshillit të Rregullorës Mandateve dhe Imuniteteve, por e pohuar edhe nga Tauland Balla më njëherë pas përfundimit të prononcimit të tij për media tu në oborin e kryesisë së kuvendit, pra masa e pezullimit nga detyra është e mjaftueshme. Pra, çka do thot, me këtë shprehje duket se socialistët do të refuzojnë pikërisht dhënien e autorizimit ndaj prokurisë posaçme për arrestimin e zonjës Balluku, çka pra edhe një herë socialistët i qëndrojnë paktën deri në këto momente që pezullimi është i mjaftueshëm për lejimin dhe vijimin e hetimeve nga ana e SPAK për zonjën Balluku, çka do të tregon dhe lexohet qartë se majoranca është në pozicionin deri në tani që komunikojmë së bashku për një refuzim të kërkesës së SPAK për arrestimin e Belinda Ballukut. Vota do të jetë në seancën e 5 marsit. Nëse do të kemi ndryshime deri në datën 5 mars, pra rreth 10 ditë nga dita e sotme, 10-11 ditë nga dita e sotme, mbetet për tu parë. Mbetet për tu parë, ina them, sepse duhet të shohim dhe pak pas në kohë dhe jo shumë larg. 2 javë më parë, kreu i qeverisë, kryeministri Edi Rama, njëherë kryetari i Partisë Socialiste, në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, deklaroi se nuk ka ngut për të mbledhur Këshillin e Rregullorës Mandateve dhe Imuniteteve, por siç duket pati një prapaktheu, nëse mund ta quajmë kështu, pasi Komisioni Evropian deklaroi dhe bëri të qartë se kuvendi duhet të shqyrtojë menjëherë kërkesat e SPAK për marrjen e autorizimit për arrestimin apo heqjen e lirisë, në rastin konkret i zonjës Balluku. Madje Komisioni Evropian shkoi edhe më tej, duke thënë se lufta kundër korrupsionit është prioritet dhe ka rëndësi të madhe për sa i përket të gjithë procesit të integrimit evropian të Shqipërisë. Në këto momente jemi në shprehjen që masa e pezullimit është e mjaftueshme. A do të qëndrojnë socialistët kësaj shprehje deri më 5 mars, mbetet për të parë. Tani, kam dhe një pyetje të fundit, nëse ke një përgjigje, gjithsesi mund të më japësh, nëse jo nuk është problem, po nëse ta supozojmë majoranca socialiste do të vijojë të ketë këtë qëndrim, pra nuk do t'i heqë imunitetin zonjës Balluku. Cili është qëndrimi në thonjza i SPAK-ut, hapi i radhës i SPAK-ut? Keti informacion për këtë gjë? Pra ka një plan B SPAK-u se si do të veprojë në raport me zonjën Balluku dhe gjithë të çështje? Fakt është, nuk kemi informacion se si do veprojë SPAK-u nëse më 5 mars socialistët me vot në seancë plenare do të votojnë për rrëzimin e kërkesës të tyre për dhënien e autorizimit për arrestimin e zonjës Balluku. Por gjithsesi, edhe nëse një gjë e tillë do të ndodhë më 5 mars, SPAK-u nuk e pengon askush për vijimin e hetimeve për çështjen e fjalë. Belinda Balluku, që prej nëntorit të vitit kaluar është e pandehur, është marrë e pandehur nga SPAK për shkeljet të barazisë në tendura, si për tunelin në Llogaras, ashtu edhe për 5 lotet e Unazës së Madhe të Tiranës, por për një hetohet edhe për çështje të tjera, siç ka bërë të ditur SPAK. Pra, nëse do jemi përballë rastit se majoranca do rrëzojë kërkesën e SPAK, SPAK besoj se do vijojë hetimet për rastin konkret, pra për zonjën Balluku, dhe pse jo, në një moment të dytë,
nëse SPAK do ta gjykojë të arsyeshme, mund t'i drejtohet përsëri Kuvendit për marrjen e autorizimit për arrestimin e zonjës Balluku, ose dhe fakti, nëse do bëjmë një lexim ligjit, që SPAK mund të arrestojnë në flagrancë zonjën Balluku në momentin që gjykon dhe ka prova dhe kap në flagrancë për intimidim dëshmitaresh, shantazhimit dëshmitaresh, për prishje të provave që janë pjesë e hetimit. Por gjithçka mbet në rastin se një pandehur kapet në flagrancë, pra për një vepër penale, atëherë SPAK-u t'i lindte drejta të paktën në një orientime të ligjit, lindte drejta ta arrestojnë në flagrancë. Dakord, mirë. Gjithsesi mbetet përpara, por SPAK-u gjithsesi hetimet do t'i vazhdojë. Dakord, faleminderit shumë Ergys për detajet, shumë i qartë, ndërlikuar kjo çështje, do ta ndjekim hapashapi për të parë nëse do të ketë një qëndrim të dytë, ndryshe nga ana e maxhorancës deri në datën 5 mars kemi kohë. Faleminderit shumë për detajet. Faleminderit ju. Ndjekim deklaratat e përfaqësuesve të Partisë Socialiste dhe atyre Demokrat në përfundim të mbledhjes së Këshillit të Mandateve. Duke qenë se pala tjetër nuk ishte nevojë fare për shqyrtim, sepse kishin marrë vendimin përpara se të bëhej shqyrtimi, dhe duke qartë madje edhe në komunikimet me ju, SMS-ja e vendimit të 5 deputetëve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike ju erdhi përpara se të mbahej qëndrimi. Ndërkohë që në rastin ton, në emër të 5 deputetëve prezent të Partisë Socialiste, unë kam informuar Këshillin e Mandateve se sa i përket propozimit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike për dhënien e menjëhershëm të autorizimit, ne nuk ishim dakord me atë mënyrë se si ka ardhur, si është propozuar. Do të kemi një diskutim dhe e para një informim nga ana ime dhe antarëve të tjerë të Këshillit Mandati në një nga mbledhjet më të para të grupit parlamentar, ndoshta e para e mbledhjet e grupit parlamentar, sepse siç e dini, nuk e jep autorizimin Këshilli, kjo mbledhje që ishim këtu, autorizimin e jep seanca plenare. Zoti Manja do të hartoj raportin ton dhe ndërkohë që nga ana e tyre dhe 5 deputetë do të sillen raportet e tyre. Zoti Ballu, jeni pro, E tha shumë qartë. është pezullimi i mjaftueshëm? Jeni pro pezullimit apo do ta komunikojmë. Edi Rama kishte urdhëruar sot 5 antarët e tij në Këshillin e Mandateve që të bëheshin buroj politike për të korruptuarën Belinda Balluku. Ajo që konfirmoi prokuroria është që po, situata penale ndaj zonjës Balluku është rënduar së tepërmi krahasuar me masat e para që gjykata ka dhënë ndaj saj, masat cilat në këtë moment të hetimit nuk mbrojnë dot hetimin e paanshëm dhe të plot nga prokuroria. Po citoj atë që prokuroria tha, në momentin që ndaj zonjës Balluku është kërkuar marrja e masave shtrënguese dhe ndaluese në gjykatën e shkallës parë për kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ajo rrezikonte një dënim që shkonte në maksimum deri në 10 vite. Sot që flasim, u shprehen prokurorët, nëse provohen të gjitha akuzat e ngritura nga prokuria, zonja Balluku rrezikon në maksimum një dënim për 35 vitesh. Në një dëshmi që unë do ta quaja tronditse, i kanë vendosur në dispozicion Këshillit të Mandateve provat konkrete se si zonja Balluku përmes 2 formave, siç u shprehen dhe prokurorët. Forma e parë, përmes të fortëve, që ata po hetojnë nëse bëhet fjalë për persona të përfshirë në krimin organizuar apo jo, është një çështje nën hetim dhe rezervuan të drejtën për të mos dhënë më shumë detaje, përmes personave që prokurorët i cilësonin të fortët, kanë kërcënuar me jetë dëshmitar në çështjen Balluku, dhe s'dyti, forma e dytë, përmes zyrtarëve të lartë publik, antar të kabinetit zonjës Balluku, cilët përmes 2 formave, spari duke kërcënuar dhe prokurorët cituan proces verbalin se si kërcënoheshin dëshmitarët, se do të ishin nga puna jo vetëm
ato që dëshmonin kundër Ballukut, por do të ishin edhe nënën, edhe babajn, edhe motrën, edhe vllajn, dhe nuk do të pushnin më në asnjë punë shtetërore, dhe pasi kishin dështuar me kërcënimin, i kishin ofruar para, që ata të hapnin gojën, se sa dëshironin që të ndryshonin dëshmitë që kishin dhënë. Rama po e kthen pezullimin e Ballukut në një betejë personale kundër gjyqësorit. Kështu shkruan sot rrjeti investigativ BIRN, sipas të cilit amendamentet në nenin 242 të kodit të procedurës penale, të cilat do t'i pengonin gjykatat, pezonin zyrtarët e lartë, do të godisnin në rënd progresin në luftën kundër korrupsionit dhe procesin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Pezullimi nga detyra i zëvendës kryeministres Belinda Balluku me vendim të gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka shkaktuar një përplasje të fortë institucionale, ndërsa kryeministri Edi Rama po e kthen këtë çështje në një betejë personale kundër gjyqësorit, shkruan në rrjeti investigativ BIRN. Vendimi i gjykatës për pezullimin e Ballukut në kuadër të një hetimi për ndërhyrje të dyshuara në prokurimet publike u pasua nga reagimet të ashpra të kreut të qeverisë. Rama sugjeroi se gjyqësori ka marrë kompetenca të tepërta dhe çoi çështjen për interpretim në gjykatën kushtetuese të Shqipërisë, duke kërkuar zgjidhjen e konfliktit të pretenduar mes pushtetit ekzekutiv dhe atij gjyqësor. Pas mosarritjes së një rezultati të favorshëm, kryeministri propozoi ndryshime në nenin 242 të kodit të procedurës penale. Amendamenti synon të ndalojë pezullimin nga detyra të një sër zyrtarësh të lartë, përfshirë presidentin, kryeministrin, zëvendës kryeministrin dhe ministrat. BIRN shkruan se nëse miratohet, kjo do t'u hiqte gjykatave një nga mjetet kryesore parandaluese ndaj funksionarëve të lartë nën hetim. Kritikët e shohin këtë lëvizje si përpjekje për të kufizuar kompetencat e drejtësisë dhe për të krijuar një trajtim të privilegjuar për zyrtarët më të lartë të shtetit. Sipas tyre, pezullimi nga detyra është mas sigurie dhe jo ndëshkim që synon të mbrojë integritetin e hetimit dhe të shmang ndikimin mbi provat apo administratën. Reforma në drejtësi që solli ngritjen e institucioneve si SPAK është konsideruar si shtyllë kyçe e procesit të integrimit evropian të Shqipërisë. Për këtë arsye, përplasja e fundit po shihet jo vetëm si konflikt institucional, por si test i vullnetit politik për të lejuar sistemin e drejtësisë të veprojë në mënyrë të pavarur. BIRN e përfundon analizën e tij duke shkruar: në thelb, çështja e Ballukut po tejkalon kufit e një rasti individual dhe po shndrohet në një debat të gjerë mbi ndarjen e pushteteve, barazin para ligjit dhe drejtimin që do të marrë reforma në drejtësi. Bëjmë tani një shkëputje publicitare, kthehemi pas pak. Rikthehemi së bashku në transmetim të drejt për drejt. Bypassi që priti të hapej në mesditë në aksin rrugor Librasht-Prenjas për devijimin e qarkullimit të automjeteve ka pësuar në mëngjes rrëshqitje masive duke bllokuar totalisht lëvizjen drejt juglinjes vendit. Ndërkohë, nga rrëshqitjet rrezikon që ura e Dragostunjës të shëmbet plotësisht. Nga ana tjetër, prokuroria e Elbasanit ka nisur hetimet për këtë rast. Ndiqni raportimin e gazetarit Fatmir Popja. Ndërsa pritej që mesditën e sotme të rikthehej qarkullimi normal në segmentin e dëmtuar të arrat e Gurrës në Dragostunjë, e cila lidh qytetin e Librashtit me Prenjasin dhe me rrugën Qaf-Ploç, ka ndodhur krejt e kundërta. Ka patur rrëshqitje masive dhe fundosje të tokës duke u shkatruar edhe bypassi provizor dhe rruga dytësore e hapur nga kompania e cila po punon për zgjerimin e kësaj pjese të rrugës e cila i takon në korridor 8, pra kompania ANK dhe 2 e cila ka punuar prej disa kohësh edhe në këtë segment rrugor. Për fat të keq, rruga është shkatëruar në mënyrë katastrofike dhe do të jetë bllokuar për një afat të pacaktuar. Aktualisht nuk mund të qarkullojnë këmbësorët dhe nuk dihet se çfarë do ndodhë në të ardhmen me këtë segment rrugor. Ndërkohë në vendin e shkatëruar kanë mbritur specialistë gjeologjistë, drejtori i ARSH-s dhe specialistë të tjerë të cilët do të bëjnë vlerësimin e situatës dhe ideja paraprake është hedhur për të patur një projekt tjetër për ta zhvendosur këtë segment rrugor përgjatë rrjedhës Lumit Shkumbin. Cila do të jetë zgjidhja e së ardhmes?
Zgjidhja e së ne po diskutojmë që duhet të bëjmë një rrugë alternative, pra po shikojmë të dy alternativa, qoftë ajo ekzistuese e Spathares, që është edhe përdorur deri diku nga mjetet, nga autoveturat. Ndërkohë nga një diskutim që patëm sot edhe me banorët të zonës, edhe me kryetarin e njësisë administrative, thanë që mund të ekzistojë mundësia e krijimit të një rruge sekondare këtu në Dragostunj. Gjatë kohës që ndodhemi në këtë segment rrugor të dëmtuar, është kthyer mbrapsht edhe një furgon i drejtorisë së përgjithshme të burgjeve, i cili udhëtonte për në burgun e Drenovës, po kështu ka edhe emergjenca shëndetësore, të cilat kanë krijuar një situatë mjaft të vështirë, por aktualisht po shfrytëzohet një segment i rrugës rurale që lidh fshatin Spathar nëpërmjet rrugës antike Egnatia me fshatin Dar dhe atë Hotolisht. Ndërkohë nuk lejohet qarkullimi pra asnjë lloj automjeti në këtë segment rrugor prej mëngjesit të sotëm, ndërkohë që situata është cilësuar një nga katastrofat më të mëdha të infrastrukturës rrugore në Shqipëri. Ndërsa në aksin rrugor Librazht-Prenjas qarkullimi është paralizuar totalisht, edhe rruga alternative Maliq-Lozhan-Gramsh që orët e fundit po përdoret për lidhjen me Juglindjen paraqit problematika të shumta me shëmbje dhe rrëshqitje të konsiderueshme. Ndonse ky aks i ndërtuar nga kompania Gjikuria ka kushtuar 1.4 miliard lekë dhe është përuruar pak vite më parë, ka dëmtime të shumta jo vetëm në shtratin e rrugës, por edhe tek barierat anësore. Gazetarja Lorena Kodra na njeh me detajet. Pas disa ditësh nga evidentimi i problematikave, situata në aksin Maliq-Lozhan-Strelc vijon të mbetet e njëjtë, me dëmtime të rënda në infrastrukturë. Ajo çfarë konstatohet në terren është se rrëshqitjet e derave kanë lënë gjurmë të dukshme përgjatë anësoreve, ndërsa në pjesë të caktuara të rrugës vërehen çarje të asfaltit dhe deformime të trupit të rrugës. Barierat mbrojtëse në disa zona paraqiten të dëmtuara, duke shtuar shqetësimin për sigurimin e qarkullimit. Problemet në këtë aks u theksuan edhe më shumë pas devijimit të trafikut nga aksi Librazht-Pogradec. Fluksi i shtuar i mjeteve drejt këtij aksi alternativ rriti ndjeshëm ngarkesën në një rrugë që prej kohësh ka shfaqur mangësi strukturore. Një nga momentet më problematike ishte bllokimi i 3 trailerave në zonën e Moglicës, çka solli trafik të gjatë dhe paralizim të përkohshëm të lëvizjes. Shembjet e përsëritura dhe dëmtimet e konstatuara kanë ngritur pikpyetje serioze mbi cilësinë e punimeve të realizuara nga kompania Gjikuria. Ndërtimi i këtij aksi rrugor ka kushtuar rreth 1.4 miliard lekë, një investim i konsiderueshëm i cili sot vihet në qendër të diskutimeve për shkak të problemeve të vazhdueshme dhe nevojës urgjente për ndërhyrje. Megjithatë, sa i përket qarkullimit, situata paraqitet e stabilizuar, trafiku nga Korça drejt Tiranës dhe Anasjelltas vijon normalisht, pa bllokime. Ndonse drejtuesit e mjeteve duhet të tregojnë kujdes të shtuar në segmentin ku dëmtimet janë ende të dukshme. Fluksi mbetet i përballueshëm, por situata kërkon monitorim të vazhdueshëm për të shmangur përsëritjen e episodeve të trafikut të rënduar. Duhet të theksoj edhe një herë se standardi i kësaj rruge nuk është i përshtatshëm për një fluks kaq të lartë mjetesh. Segmenti është relativisht i ngushtë dhe karakterizohet nga shumë kthesa, çka e vështirëson lëvizjen e automjeteve dhe përpasoj shpejtësia e qarkullimit reduktohet duke zgjatur kohën e udhëtimit. Në këto kushte, një automjet që niset nga Tirana drejt Korçës apo Anasjelltas mund t'i duhen rreth 5 orë. Rruga e Moglicës nuk ka rrëshqitër për shkaqe natyrore, por nga cilësia e dobët e punimeve. Kështu shprehen qytetarët që kanë përshkruar aksin Maliq-Lozhan-Gramsh me mbylljen e qarkullimit në aksin kombëtar Librazht-Pogradec. Qytetarët pohojnë se veç rrëshqitjeve të vazhdueshme, rruga e Moglicës ka edhe kthesa të shumta në të cilat nuk këmbehen 2 automjete, ndërsa shpejtësia e qarkullimit nuk arrin më shumë se 20 deri në 30 km/h. Dje u ktheva nga Durrësi dhe ishte shumë e vështirë. Që e kam njojtur këtë rrugë që më parë, po ishte shumë e ngushtë. Mezis këmbeshin 2 vetura të vogla. Ndërkohë, sa i përket edhe dëmtimeve të shumta që ka pësuar rruga? Po, kishte edhe dëmtime, kishte në shumë gjatë aksit, kishte shkëputje, shqarje. Sa orë ju është dashur që nga Durrësi të vini në... Nga Durrësi 4 orë.
Në Maliq? Po, qerdha në Maliq. Shumë e ngushtë, me pesa shumë të mbyllura. Relativ sa për një makinë mund të kalojnë, jo. Për njerëzit që se njohin ishte shumë problematike. Deri në sa reduktohet shpejtësia? Me 20-30, bile s'kishte vende që duhet ndaloj një fare, që t'jap një rrugën tjetrit, e kupton, ishte shumë e ngushtë. Nuk kam parë në një rrugë kaq të dëmtuara. Edhe me këtë cilësi që janë bërë thjesht për fushat elektorale. Kjo rëndon në kostat e qytetarëve, në xhepat e qytetarëve, një për një, po rrugët janë me cilësi shumë të dobët. Rreziku pa këto ditë që kalonte ma unë vinte nga Gramshi, këteja rrezik i madh është. Ose themi rrugë që lidh nga një qytet me një qytet tjetër nuk mund t'i thuash. Është rrugë fshati. Unë kam punuar vetë dhe e di pjesën e rrugës Moglis, Lozhan e di si është ndërtuar. Është shprishur shumë vende. Nuk e garanci fare. Në një vend ka shkar muri siç bën me rrjet teli, ka shkar sa zbie. Një vit inaugurimesh. Si mendoni se ka gjithë këto problematika ky aks? Cilësi e punës, asgjë atë. Cilësi e dobët. Se kjo natyrë ka qenë, kjo rrugë ka qenë e pashtruar, ka qenë fare, pa asnjë nuk bllokhosh. Kryeministri Edi Rama ka dalë në mbrojtje të vendimit të tij për të përdorur helikopterin e forcave të armatosura për një vizitë në Korçë dhe në Vlorë, duke shkruar se po shoqërohet nga disa investitorë ndërkombëtar, të cilët gjithashtu udhëtojnë me helikopterin e tyre. Ndërkohë, Rama minimizon shqetësimet për rrëshqitjen e masivit në aksin rrugor Librazht-Prenjas, duke e konsideruar atë një fenomen natyror dhe jo një përgjegjësi institucionale. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas lajmeve dhe komenteve për udhëtimin e tij me helikopter drejt Korçës, duke sqaruar arsyet e lëvizjes ajrore. Rama bëri të ditur se udhëtimi është realizuar në kuadër të shoqërimit të një grupi investitorësh ndërkombëtar në fushën e arsimit të lartë, të cilëve po u prezantohen hapësirat e polit të dijes në Korçë dhe kompleksi i ri në Vlorë si destinacione me potencial për universitete të njohura ndërkombëtare. Ata vinë nga rinasi në Korçë e pastaj në Vlorë me helikopterin e tyre, ndërsa ne do të përdorim helikopterin e forcave të armatosura, i cili me ne ose pa ne kryen çdo muaj orët e veta të domosdoshme të fluturimit, e në këtë rast i shërben edhe një punë të mirë. Sa i përket akuzave lidhur me bllokimin e një aksi rrugor për shkak të rrëshqitjes së një masivi, kreu i qeverisë theksoi se bëhet fjalë për një fenomen natyror dhe jo për një përgjegjësi institucionale. Duhet një ligësi e madhe, një dëshpërim i thellë dhe një padije e rëndë për t'ia faturuar qeverisë problematikën e një rrëshqitje gjeologjike të masivit natyror në anë të rrugës së vjetër, që ka impaktuar dhe aksin e ri, por që ka zero lidhje me ndonjë përgjegjësi profesionale apo teknike. Rama përmendi situatën në Itali, ku sipas tij një masiv i madh shkëmbor po rrezikon një zonë të banuar, pa u trajtuar me historinë që sipas tij karakterizon debatin në Shqipëri. Në përfundim, kryeministri nënvizoi se fluturimi ishte planifikuar më herët për shkak të agjendës së ngjeshur 24 orëshe të investitorëve dhe shtoi se pavarësisht kritikave, Karvani do të ecë përpara, qenë do të vazhdojnë të lejnë, veprat do të jenë të vetmet që do të mbeten. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaron se shkak i shëmbjes së rrugës në Librazh dhe zhgryerja e shtratit të lumit Shkumbin nga kompania ndërtuese e rrugës. Sali Berisha tha se Edi Rama shkon me helikopter në Korçë, teksa Juglindja është e izoluar. Kreu i Partisë Demokratike denoncon faktin e bllokimit të Juglindjes së vendit pas rrëshqitjeve masive në rrugë. Sipas Sali Berishës, shembja e rrugës në Librazh ka ndodhur për shkak të gryerjes pa kriter të lumit Shkumbin. Prej 3 ditësh, e gjithë Juglindja e vendit është e dënuar nga një shembje e krijuar absolutisht nga dora kriminale e njeriu të korruptur. Është një shembje e rrugës dhe urës që s'mund të ndodhte kurrë në qoftë se nuk do t'i gryenin lumin dhe mbështetjen e saj në skarpatin në lum. Kreu i Partisë Demokratike thot se Rama anashkalon problemet e shkaktuara nga shembja e rrugëve, duke shkuar në Korçë me helikopter. Edi Rama fluturon në Korçë me 30.000 euro udhëtimin. 30.000 euro bilete e tij e mëngjesit. U bëj thirrje qytetarëve të Korçës ta gjujnë me domate dhe vezë, kudo që ta shohin.
Lideri i demokratëve pretendon se Rama ka nisur negociatat me drejtësinë për të shpëtuar veten dhe bashkëshorten e tij. Edi Rama ka bërë ditë të tëra negociata, sekrete të fshehta, për lëkurën e tij dhe të bashkëshortes tij, në shkëmbim të lubis. Po nëse një marrëveshje e tillë arrihet, ky do ishte kapitullimi përfundimtar i drejtësisë. Kjo do ishte marrëveshja e asgjësimit përfundimtar të institucionit akuzës. Nga ana tjetër, Berisha deklaron se Balluku mund të largohet nga Shqipëria. Edhe prapa diellit po të shkosh, do të gjejmë dhe do të sjellim në Shqipëri. Prandaj mos tento të largohesh nga Shqipëria. Shefi i Selis Blu thekson se protesta e opozitës më 28 shkurt do të jetë ndryshe. Do të jetë një revolt, një kryengritje, do të thosha nga më të fuqishme ose më fuqishmja që ka njohur vendi. Nuk do jetë e llojit të atyre që keni pa. Tani kryengritja kalon në fazën e diversifikimit të aksioneve dhe veprimtarisë saj. Për të gjitha do informohej në përputhje me vendimet që do merren. Deputet të Partisë Demokratike pan nga afër gjendje në aksin Librazht-Prenjas, ku ngritën shqetësimin për vështirësitë me të cilat po përballen banorët e zonës dhe qytetarët që duhet të aksesojnë këtë aks rrugor. Sipas tyre, autoritetet nuk kanë marrë masa parandaluese pavarësisht paralajmërimeve. Sot, Kryeministri Rama vjen në Korçë për të inauguruar portin e dijes dhe nga një njoftim zyrtar i policisë bëjmë dije që ai do të zbresë me helikopter në Korçë, pra ai ende vazhdon të shfrytëzojë pikërisht vizitat e punës, po duke përdorur mjete luksi, kurse shqiptarët sot rropaten maleve për të arritur në vendet që ata duan të shkojnë. Rrugët e Florinta për shqiptarët mbetën rrugëve, kurse për kryeministrin Rama dhe për kabinetin e vet qeveritar dhe për zëvendës kryeministren Belinda Balluku, ato janë një mjet për të mbushur xhepat e tyre. Kjo situatë nuk është as e papritur, as e pa paralajmëruar. Personalisht unë dhe kolegët e mi e kemi denoncuar vazhdimisht abuzimin që po bëhet me këtë situatë, duke devijuar dhe prishur rrugët ekzistuese, por duke marrë inerte pa kriterë në lumi shkumbin dhe duke bërë këtë gjendje akoma më të mjerueshme. Besoj që në situatën në cilën ndodhemi sot, nuk kemi si t'i japim më zgjidhje, nuk ka si t'i japim më zgjidhje as autoriteti rrugor shqiptar ARSH-ja, për aq kohë sa nuk ka funksionuar duke marrë masa parandaluese në ato momente kur ne i kemi bërë vazhdimisht kërkesa për parandalim të situatës. Për shkak se aksi Maliq-Lozhan-Gramsh ka shëmbje të shumta dhe kalimi kamionëve është i pamundur, autoriteti rrugor shqiptar ka orientuar shoferët që të kalojnë nga dogana e Bllatës, që lidh Shqipërinë me Maqedoninë e Veriut. Përrjedhoi kamionët e ngarkuar me mallra nga Shqipëria për të ardhur drejt Tiranës, po ndjekin itinerarin pikë doganore Qafthan, Maqedoni e Veriut, pika doganore e Bllatës, rruga e Arbrit. Veç paralizimit të qarkullimit për qytetarët, aksi Librazht-Pogradec është ndërruar në problematik madhore edhe për mjetet e tonazhit të rënd që transportojnë mallra nga Greqia dhe Maqedonia e Veriut. Si zgjidhje, autoriteti rrugor shqiptar ka orientuar shoferët të kalojnë nga dogana e Bllatës, që lidh Shqipërinë me Dibrën e Madhe, duke ndjekur itinerarin pika e kalimit kufitar Qafthan, Maqedoni e Veriut, pika e kalimit kufitar Bllat, rruga e Arbrit për të ardhur më tej drejt Tiranës. Edhe pse për drejtuesit e kamionëve, kalimi nga Maqedonia e Veriut drejt doganës së Bllatës është parë si zgjidhje nga autoritetet, edhe kjo rrugë paraqet dëmtime të shumta, ku gropat dhe çarit në asfalt vërehen në të gjithë gjatësinë e aksit. Nga ana e Maqedonisë së Veriut, rruga nuk ka dëmtime, duke ofruar dy realitete të kundërta, vetëm pak metra, këtej dhe andej kufirit. Mes dy doganave rruga katastrofë, siç duket. Sa po të kalosh pjesën nga mesi andej, duket vetë asfalti që është as gropa, as gjë, me viza, me çdo gjë. Ajo do të jetë edhe më katastrofë për këto dy dogana këtu, sepse edhe te kalimi nëpër tratë doganave është pak më vonas. Ja kamionet që kanë ardhur prej. Patjetër do të shikosh më vonë nëse do jesh këtu se sa do bëhet rradha makinave të vogla, nuk është thjesht kamiona. Në momentin që u futa për ndër për të madhe kur kalova doganën tonë, kom prit gat më shumë se gjysore aty më tonë. Është rrit fluksi i qarkullimit.
Pjesa e rrugës është komplet e dëmtuar, nuk është as në aks i madh, nga dogana e tutje për në zonë Maqellarës është shumë e mirë, po vetëm kjo pjesa mes dy doganave është rrugë e prishme siç duket edhe vetë. Pika e kalimit kufitar të Bllatës në Dibër u vu në funksion për kalimin e kamionëve, pasi aksi Maliq-Lozhan-Gramsh nuk ofron standarde dhe siguri për udhëtarët. Mirë, kemi ardhur në fund të këtij edicioni informativ. Klikoni në balkanweb.com, do të njeni aty me informacionet nga vendi, rajoni dhe bota, si dhe mund të na ndiqni live. Mjafton të klikoni me live streamin ton. Mirë, takofshim bashkë.